Mirë mbrëma, faleminderit, jam mirë, ju si jeni? Fillimisht po them mirë shërbimet e mia, pastaj po kaloj direkt tek ndikimet që do të kemi që javës në vazhdim. Atëherë unë kam 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, të hënë dhe të premte. Të hënave bëj parashikimin në lidhje me ciklin e hënës ose bëj lidhje me pyetje-përgjigje në vartësi të ciklit. Dhe ditëve të premte bëj parashikimin javor. Përveç këtyre, mund të më gjeni edhe në televizione. Edhe këto janë parashikjet e mia, janë të hënë dhe të premte. Të hënave jam tek kanali Adysiene në programin Dita Jon, ndërkohë që ditëve të premte jam tek kanali Top Channel në programin Në shtëpinë tonë. Jeni të më pritur që të ndiqni. Të gjitha këto janë shërbime pa pagesë, por janë shërbime për ju, mund të merrni informacione të ndryshme. Kam edhe postime të ndryshme që i bëj nga të gjitha rrjetet e mia sociale, mund të ndiqni ato. Për te këtyre, që siç e thash janë shërbime për ju, kam edhe analiza personale, të cilat ju jap gjatë konsultave personale. Të gjitha këto shërbime janë me pagesë dhe mund t'i prenotoni nëpërmjet WhatsApp-it tim duke më shkruar. Ju lutem mos më merrni në telefon sepse është e pamundur që t'ju përgjigjem të gjithëve, prandaj detyrohem që të bëj blok. Nëse më shkruani në mundësinë e parë që kam, ju kthej përgjigje. Këto analiza përfshin analizën e hartës detyrimisht, mund të gjej orën e lindjes për të gjithë ata që nuk e dinë dhe si rrjedhë mund të gjejmë edhe ascendentin. Mund të bëjmë analizën e lidhjes tuaj dhe parashikimin për të ardhmen. Do të kalojmë njëherë tani tek ndikimet që do të kemi gjatë kësaj jave. Java në vazhdim është nga data 16 deri në datën 22 mars. Është në një ndër javët më pozitive të muajit mars. Ndikimet në përgjithësi janë shumë më të zbutura tashmë se këto që kemi parë më përpara, por detyrimisht duke qenë se kemi një hënë të re, domethënë mbylljen e ciklit. Kemi një ndikim tjetër i cili është pozitiv, ai do të jetë mbarimi i retrogradës së Mërkurit, është në datën 21, pra datë vonë ditën e shtunë. Prandaj edhe ndikimet pozitive të mbarimit të retrogradës së Mërkurit ose lëvizjen të drejtë do fillojnë të ndihen më tepër duke filluar nga dita e diel, e cila është edhe dita më pozitive e javës në vazhdim. Ka disa kënde të cilat do të ta mbështesin shumë. Është një ditë që ka ndikim edhe disi shëruese, më tepër janë në anën tonë psikologjike. Do të këshilloj për këtë arsye që të kaloni të kohë me persona që ju bëjnë që të ndjeni mirë. Ndërkohë që gjatë kësaj jave kemi edhe një ndikim tjetër, edhe ky është shumë pozitiv, do të kemi kalimin edhe të diellit tek shenja e dashit. Kjo është një ndikim pozitiv sepse dielli tek shenja e dashit ndihet vërtet shumë mirë, ndriçon më tepër pra sepse është fillimi i pranverës. Prandaj edhe në të gjithë normalisht kemi një rritje në energji. Kjo do të jetë ditën e premte. Pra ditën e Venusit do të kemi kalimin e diellit tek shenja e dashit. Po i them të gjithë atyre që kanë lindur tek kjo shenjë, gëzuar ditëlindjen që tani. Ndikimet që do të kemi gjatë kësaj jave për te këtyre në përgjithësi do të jetë në ndikimin e një këndi negativ që do të ketë Venusi me Jupiterin, do të jetë pothuajse gjatë gjithë javës, duke qenë do të fillojë ditën e martë, mbasdite do të vazhdojë deri ditën e premte që do të jetë edhe dita e Venusit dhe madje atë ditë kemi edhe kulmimin e këtij këndi negativ. Kur kemi këndë negative me dy planeteve benefik për që kanë ndikime pozitive tek ne, në përgjithësi mund të gabojmë në përzgjedhjen e personave, mund ta egzagjerojmë edhe me mirësinë ose në disa raste mund ta egzagjerojmë edhe me pritshmëritë që kemi ndaj vetes më tepër, prandaj edhe mund të bëjmë pak a shumë sakrifikojmë shumë më tepër se çfarë duhet. Kjo është edhe arsyeja që gjatë këtyre ditëve, pra duke filluar nga dita e martës deri ditën e premte, do të këshilloj të gjithëve që të jemi pak më të vetëdijshëm, më realist, edhe në atë çfarë kërkojmë nga vetja, edhe në atë çfarë kërkojmë nga të tjerët. Të mundohemi që të bëjmë gjërat me karar, të mos egzagjerojmë për asnjë gjë, edhe shprehjen e ndjenjave tona, po ashtu edhe konsumin, sepse në këto momente kemi edhe Venusin me të vendosur tek shenja e dashit. Prandaj vërtet edhe konsumin e gjithçka mund ta egzagjerojmë, mund të ndryshojmë ndjenjat shumë shpejt. Ndërkohë që diçka tani mund ta ndjejmë në mënyrë pas pesë, tash mund ta ndjejmë në mënyrë tjetër, prandaj edhe vendimet të nxituara në këto momente nuk këshillohen, ose më të themi vendimet të rëndësishme në këtë periudhë nuk këshillohen, pak më tepër që ka edhe jemi më të themi edhe gjatë retrogradës Mërkurit, dhe vendimet gjatë retrogradës Mërkurit janë gjithmonë të pakëshillueshme, por mund të fillojmë pra gradualisht duke filluar nga dita e diellit. Tuti tashmë që të marrim edhe vendime më të rëndësishme.
Madje do të jemi shumë më të aftë që edhe ndjenjat tona t'i shprehim në mënyrën e duhur. Një ndër ditët të cilat do të jetë pozitive përveç asaj do të kemi edhe ditën e mërkurë. Dita e mërkurë do të jetë disi më pozitive sepse do të kemi ikën pozitiv midis diellit dhe uranit. Kjo do të na bëjë disi më larg pamës dhe do të kemi një perceptim shumë më realist kundrejt paras. Prandaj dhe është një nga ditët që mund të bëjmë edhe disa investime të vogla, gjithmonë të kontrolluara, është e vlefshme për të gjithë ne, këtë mund duhet ta nënvisoj, në mënyrë që investimet ose të shtojmë burimet e të ardhurave materiale, gjithsesi vendime shumë të rëndësishme ose investime shumë të rëndësishme, shumë madhore që përfshin një buxhet vërtet shumë të madh, nuk do t'ju këshilloja sepse vazhdojmë që të jemi gjatë retrogradës së Mërkurit. Këtë po nënvisoj edhe një. Pra java në vazhdim ka goxha ndikime, me qëra fjala kemi edhe hënën e re, e përmenda edhe pak përpara, por për hënën e re videon e keni gati, është te kanali im YouTube për të gjithë ata që do të ndjekin, e keni për të gjitha shenjat edhe ndikimin. Ditën të cilën mund të jetë disi më problematike, po dita që mund të jetë disi më problematike është dita e enjte. Edhe pse është më e thjeshtë, sepse kemi ndikimin ose më themi kemi mbrojtjen e diellit nga urani, gjithsesi do të jetë një ndër ditët me cilën mund të bëhet më sfiduese, sepse do të kemi këndë negative si të Venusit me Jupiterin, po ashtu do të kemi edhe takimin e hënës me Neptunin dhe me Saturnin. Kjo të krijon një farë rëndese tek ne. Prandaj dhe do t'ju këshilloja që ditën e enjte të jemi disi më të kujdesshëm në veprimet, në reagimet që bëjmë, nëse ndjejmë të nevojshme të shplodhemi pak më shpesh. Pas kësaj, duke qenë se gradualisht do të kemi një rritje në energji, do ta kemi shumë më të thjeshtë të dalim mban gjithë problemeve që na dalin përpara. Okej, do i përgjigjem thjesht një pyetje. Gjatë kësaj periudhe, në këto momente, më të themi, kemi vërtet një ndjeshmëri shumë të lartë. Për këtë arsye jemi shumë të ngarkuar të gjithë emocionalisht, mund të kemi shpërthime në disa raste të panevojshme. Kjo nuk do të thotë që në këto momente duhet patjetër që gjithçka të jetë në rregull, pra ai kontrolli tepërt mund të na dëmtojë. Në disa raste duhet të kuptojmë se pse po i ndjejmë këto gjëra, sepse jemi shumë më të lidhur në këto momente dhe me ndërgjegjën kolektive dhe disa nga reagimet mund të jenë vërtet si pasojë e gjithë kësaj brenge që po ndihet në botë. Këshilla ime do të ishte që vazhdimisht të bëjmë tokëzim, është një ndër ndikimet më të rëndësishme ose më të them një nga rrugdaljet më të pozitive që mund të kemi ose më efikase që mund të kemi në këto momente. Përveç kësaj, të gjithë atyre që kanë probleme me personat që kanë rreth rrotë, sidomos probleme familjare, gjatë kësaj jave, edhe pse mund të keni dëshirën e madhe që të zgjidhni këto probleme, është shumë e vështirë sepse kemi keq kuptime të shumta, prandaj këshilla ime do të ishte që diskutimet e rëndësishme t'i shtym për ditën e diel e tutje. Pas asaj ta kemi shumë më të thjeshtë ta kuptojmë ashtu siç duhet njëri tjetrin dhe të gjejmë edhe zgjidhje si rrjedhojmë. Shpresoj që kjo si këshill t'ju ndihmoj të gjithëve. Dhe në qoftë se ndjeni të nevojshme, vërtet këshilla ime do të ishte që të bëni gjëra që ju shkarkojnë këtë energji negative, të meditoni, të bëni sport, disa raste mund të isni pra zgjidhje komplete juaj, çfarë të lloj gjëje që ju bën që të ndjeni më mirë, që të çliroheni pra nga këto energji. Okej, kjo është një këshill e përgjithshme, është e vlefshme për të gjitha shenjat, nuk është sa është vetëm një shenjë që është e ndikuar, jemi të ndikuar të gjithë në këto momente. Okej, shenja e dashit. Kur kalojmë tek individi, pavarësisht gjithë kësaj ngarkese që kemi, java në vazhdim ka disa ndikime pozitive. Shenja e dashit, pavarësisht se kemi këndin negativ të Venusit me Jupiterin, dhe Venusi është i vendosur në këto momente tek shenja juaj, ka një ndikim vërtet shumë pozitiv gjatë gjithë javës në vazhdim. Jemi në një rritje konstante tashmë. E vetmja gjë që bëhet problematike është se mund të bijmë shumë shpejt pre egos ton, sidomos aty ku na preket pak a shumë interesi sepse mendojmë ose në të vërtetë kemi dhënë shumë. Prandaj dhe ajo çfarë do të këshilloja për gjatë gjithë javës në vazhdim është të jemi pak më të qetë, të mos jemi shumë reagues në gjithçka që na thotë. Edhe pse mund të na ketë ngelur hatri me një gjë ose me një tjetër, do të këshilloja që të mendojmë për të mirën e situatës dhe jo të bijmë pre egos, pra siç e përmendë. Kjo është vetëm një nga
gjë ose më thënë është handikapi vetëm që ka shenja e dashit gjatë javës në vazhdim. Duke qenë se do të kemi edhe mbarimin të retrogradës së Mërkurit dhe fal kësaj do të keni më tepër mundësi që të shplodheni sepse ëndrat të cilat kanë qenë shumë të gjalla gjatë kësaj periudhe, subkonscienca e cila ka qenë shumë aktive gjatë kësaj periudhe, do të fillojë që të qetësohet. Do të keni shumë më tepër mundësi që të shplodheni edhe nga ana psikologjike, po ashtu edhe nga ana fizike. Dhe si rritoj, keni edhe më tepër aftësi që të jeni në kontroll të vetes dhe të jetës tuaj edhe në jetën e përditshme. Një ndër ndikimet më pozitive që do të ketë shenja e dashit gjatë gjithë javës në vazhdim është të kemi një rritje konstante të vetvlerësimit. Kjo është një vetvlerësim i shëndetshëm, siç e thash, nëse nuk vjen prej egos tonë. Prandaj edhe duhet të jemi thjesht të kontrolluar, të pyesim veten nëse është për interesin tim kjo na afatgjat apo jo. Jo thjesht të bjem preta, siç e thash, edhe asaj impulsivitetit emocional të momentit. Kemi një mbështetje vërtet shumë të madhe, duke filluar nga dita e Mërkurit tutje për ju, duke qenë se kemi një kënd pozitiv të Marsit me Jupiterin. Marsi është drejtuesi juaj, është e vendosur në këto momente dhe subkonscienca juaj, prandaj dhe edhe në mënyrë intuitive, dini se ku të mbështeteni, ku duhet të jenë pika, ku duhet të ndaloni, ku duhet të lëvizni. Prandaj do të këshilloj që intuitë në këto momente ta dëgjoni. Mund të merrni ndihmë vërtet shumë të madhe edhe nga familjarët tuaj, të gjeni një mbështetje emocionale këtu, por nga ana tjetër, nëse veproni në mënyrë impulsive, mund t'i lodhni dhe mund të stresoni shumë këto marrëdhënie. Prandaj përsëris, i vetmi kusht që keni për javën në vazhdim është që të mos vini pre egos tuaj. Për sa i përket familjes, karrierës, për sa i përket shëndetit, shenja e dashit që gjithë javës në vazhdim ka ndikime pozitive. Jeni një nga shenjat e cila mund kemi ndikime shumë të fuqishme edhe në çështjet emocionale, gjejmë rrugë të përbashkët, komunikim të përbashkët, pavarësisht se Mërkuri është në retrograd. Ju jeni një nga shenjat më fat në këtë aspekt sepse përdorni intuitën në mënyrë vërtet shumë efikase. Thjesht për përsëris, mjafton që të mos vini pre egos tuaj. Ky është vetëm kusht, përtej kësaj gjithçka është vërtet shumë pozitive. Shenja e Demit. Për shenjën e Demit, siç e thash, kemi një ndikim shumë pozitiv sepse dielli do të jetë në kënd pozitiv me Uranin që është i vendosur tek shenja juaj. Prandaj dhe kemi një mbështetje të vazhdueshme gjatë gjithë javës në vazhdim, do kemi një mbështetje të vazhdueshme nga dielli, i cili do të thotë edhe shoqëria. Vjen një mbështetje vazhdueshme nga shoqëria. Shkëlqeni më tepër këtu. Ju hapen dyert të cilat deri në këto momente mund të keni perceptuar se ishin mbyllur për gjithmonë. Kemi rikthimin e disa mundësive të cilat kishit frikë që të investoni tek ato mundësi sepse mund të jenë dukur shumë më të mira se për të qenë reale. Ndërkohë që në këto momente kemi rikthimin e të gjitha këtyre mundësive. Por edhe për ju, një lloj si ishte tek shenja e dashit, duhet jeni shumë të kujdesshëm të mos vini pre egos tuaj. Kjo sepse drejtuesi juaj që është Venusi në këto momente është vendosur tek shenja e dashit. Dhe kjo e bën vërtet shumë komfort. Doni që të dalë vërtet e juaja në çdo moment dhe këtë e shprehni edhe në mënyrë shumë agresive në disa raste, në mënyrë se si komunikoni, sidomos kur është në marrëdhënie me persona që e dini që ju kalon, ose ju ja mbajnë, si mund të jenë familjarët tuaj, vëllezërit dhe motrat të shoqërisë ngushtë, por normale që edhe këto janë marrëdhënie që mund të tensionohen nëse teproni, prandaj këshilla ime do të ishte që vërtet jemi më të vëmendshëm në mënyrë se si komunikojmë. Pavarësisht se këta persona mund të mos na keq kuptojnë, edhe këto janë marrëdhënie që mund të sforcojmë nëse i teprojmë. Nga ana tjetër, për shenjën e Demit kemi ndikime vërtet shumë pozitive për sa i përket rritjes në karrierë. Në këto momente jeni vërtet në vrapim me sipër drejt lart, jeni duke ngjitur malin dhe mbi të gjitha kemi një mbështetje kolosale edhe nga eksperjenca që keni në jetë, po ashtu edhe nga intuita juaj. Në këto momente, eksperjenca që keni pasur deri në këto momente, do t'ju ndihmojë që të i kaloni edhe problemet që mund të keni nxjerr vetes deri në këto momente, po ashtu edhe të kaloni probleme që mund t'ju nxjerrin edhe persona, sidomos ata që janë tek vendi juaj punës, pra kolegët tuaj. Për shenjën e Demit, java në vazhdim është vërtet një javë shumë pozitive, pak më tepër që hëna e re do të thotë edhe fillimet të reja. Në përgjithësi këto fillime të reja do të vinë nëpërmjet shoqërisë dhe mund të kemi edhe fillime të reja për sa i përket çështjeve sentimentale, sidomos me persona që i kemi njohur për një kohë të gjatë dhe e dim se kush janë.
është diçka që në të vërtetë do t'ju këshilloj, edhe pse jemi gjatë retrogradës së Mërkurit, është një periudhë pozitive për të filluar lidhje të reja sentimentale, sidomos duke filluar nga dita e premte e tutje, dhe do të kemi futur në fazën ku mund të marrim vendime më të sakta. Mërkuri në të vërtetë do të jetë i ndaluar, por kemi aftësi vërtet shumë herë më të madhe konjektive pra në këto momente tek shenja e Demit, prandaj dhe mund të marrim vendime të drejta. Shenja e binjakëve. Kjo është java e fundit që Mërkuri është në retrograd, do të fillojë lëvizjen të drejtë ditën e shtunë, është vonë, prandaj dhe gjatë javës do të vazhdojmë që të jemi me Mërkurin në lëvizjen tim mbrapsht. Por, për fat të mirë, duke qenë se Mërkuri ka disa mbështetje gjatë periudhe, si këndi pozitiv që është me Jupiterin edhe pse i largët, na mbron vërtet shumë. Edhe ajo e shpërqendrimi të themi që kemi në këto momente, fal këtij këndi pozitiv, e ndihem shumë më të zbutur. Pika ku do të këshilloj që të jemi më të vëmendshëm është të reagimet tona. Duke qenë se jemi të lodhur dhe shumë të shpërndar, mund të reagojmë në mënyrë të gabuar në vende të gabuara. Kjo nuk do të thënë që jemi impulsiv, do të thënë thjesht nuk e kuptojmë mirë situatën. Mund ta keq kuptojmë atë çfarë kërkohet nga ne dhe të bëjmë disa gabime trashanike, po e themi në këtë mënyrë. Është një javë shumë vendimtare për ju, sepse në qoftë se nuk bëni këto gabime, kemi aftësinë që të përzjedhim dhe të mbajmë jetën tonë gjëra që janë të domosdoshme, që do t'ju nevojiten dhe më vonë për të rritur. Prioriteti në përgjithësi do të jetë në karrierë dhe për të kryer një farë autoriteti në të gjitha pozicionet ku ndodheni, qoftë kjo në karrierë, qoftë brenda familjeve, po dhe shoqërisë tuaj. Bini më tepër në sypër, prandaj dhe çdo gjë do t'ju këshillosh ta bëni me më tepër qetësi. Në qoftë se është e nevojshme të pyesni disa herë për të qenë të sigurt që e keni kuptuar mirë atë çfarë kërkohet nga ju. Pas kësaj kemi një rritje vërtet konstante tashmë në të ardhurat materiale. Është një nga javët ku keni një vlerësim vërtet shumë të lartë. Edhe aty ku ju nuk e vlerësoni vete, mund të vlerësoni nga e prorët tuaj. Mjafton që mund të bëni gabime për që sa përmenda. Dhe të jemi pak më të qetë. Një nga mënyrat që do të këshilloj që të mos bini më tepër në gabime është që të jeni pak më tepër në kontroll të trupit tuaj. Kjo është shumë herë më e thjeshtë në këto momente, duke qenë se Mërkuri do të jetë në takim me Marsin. Domethënë që aktiviteti fizik është vërtet shumë herë më i mundshëm dhe shumë herë më i thjeshtë për ju. Kjo na bën që të jemi më tepër në kontroll edhe të trupeve dhe të anës tonë psikologjike, sepse kemi fokusin shumë më të zgjeruar në këtë mënyrë. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit fizik, duke qenë se në këto momente kemi ndryshimin e stinëve, pavarësisht se Urani është në kënde pozitive me diellin, gjithsesi do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm, sidomos për persona të cilat kanë sëmundje kronike, sepse mund të kemi vërtet acarimin e fytit dhe gjatë kësaj jave do të duhet që të komunikoni shumë hapur për gjërat që juve ju duhen, dhe siç e thash, mund të duhet që të pyesni disa herë për të qenë të sigurt, prandaj do të këshilloj që të jemi shumë të vëmendshëm në lidhje me shëndetin fizik. Ndër ditët më pozitive për ju do të jetë dita e diel, është një ditë vërtet shumë pozitive. Do të këshilloj me gjumë që ta përdoren, duke qenë se do të kemi disa kënde pozitive të hënës edhe me Mërkurin, e kjo do të thënë që komunikimi është vërtet shumë efikas, mjafton që të jemi të përqendruar. Shenja e Gafores. Për shenjën e Gafores, ky moment është disi i lodhshëm, do të jetë disi i lodhshëm deri ditën e Mërkur, sepse kemi një hënë të re, prandaj gradualisht do të futemi në fazat ku na është pothuajse e padukshme. Do të fillojmë që ta ndijmë këto emër të themi që ditën e hënë, pra kur të jemi tek dita e saj. Dhe kjo do ta bëjë shenjën e Gaforit se të keni energji goxha të ulët, pak më tepër që në këtë moment energjia që ndihet në ajër, pra është shumë e rëndë. Mund të kemi për këtë arsye edhe një ndikim shumë të errët të fuqishëm në trupin ton fizik. Kjo do të thonë që mund të kemi edhe dhimbje. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm edhe në përdorimin e energjisë tonë, pa të mos e shpërdorim atë, të jemi të fokusuar dhe të bëjmë gjërat një nga një. Në qoftë se bëjmë këtë, atëherë kemi dhe aftësi vërtet shumë të mëdha që gjatë gjithë javës në vazhdim të kemi një rritje konstante tashmë në jetën tonë. Kjo do të vinë në të gjitha aspektet pothuajse, por sidomos ta ndijmë në lidhje me karrierën, duke qenë se në këto momente kemi një farë
imagjinatë vërtet shumë të zhvilluar, arrim që të bëjmë lidhjet shumë thjesht, si të situatave, po ashtu edhe atë çfarë na duan të thonë njerëzit e kuptojmë vërtet shumë mirë sepse kemi intuit vërtet shumë të lartë. Prandaj edhe shenja nga forca që javës në vazhdim ka mundësi vërtet kolosale për të rritur si fillim në karrierë, po ashtu dhe për të zënë një farë vendi në shoqëri ku respektohet vërtet shumë. Ndërkohë që për sa i përket problemeve që mund të ketë pasur që i vijnë nga shkuar, sidomos ato që janë probleme ligjore ose në lidhje me ndarjen e pronave, kjo është diçka që është në një periudhë zgjidhje tashmë. Kemi pasur mbylljen e cikleve karmike, gjë që është diçka shumë pozitive, dhe gjatë kësaj jave, të gjithë ato që kanë ngelur pak a shumë si errësirë, që nuk e dinim shumë mirë se si mund të zgjidhnim, gjatë kësaj jave do të marrim ndihma shumë herë më të mëdha. Këto ndihma në përgjithësi mund të vinë nëpërmjet personave që janë nga familja jonë ose që na i prezanton familja. Prandaj edhe për shenjën e forcës që të javës në vazhdim kemi ndikime pozitive. Por pozitiviteti fillon shumë herë më tepër pas ditës së mërkurit të tutje, pra pasi hëna të ketë filluar ciklin e saj të ri. Për shenjën e forcës ky cikël i ri do të jetë vërtet shumë pozitiv. Ndikime më të mëdha pozitive do të vinë në lidhje me lidhjet afatgjata, që do të thotë mund të kemi fillime e disa lidhjeve shumë më të shëndetshme tashmë, dhe nga shoqëria ku do të marrë një mbështetje vërtet shumë të madhe. Shenja e luanit, për shenjën e luanit java në vazhdim është deri ditën e premte. Ndikimet në përgjithësi do të jenë disi të luhatura. Kjo sepse dielli do të vendosë tek shenja e peshqve, kur dielli është të vendosë tek shenja e peshqve, pra drejtuesi juaj është të vendosë tek shenja e peshqve, detyrimisht edhe energjia është e luhatur sepse është një shenjë uji dhe pak më tepër që është duke u shpërndar kompletësi energji dhe nuk dim se ku të qëndrojmë pak a shumë. Jemi pak a shumë në gjendjen që ishte shenja e binjakut, që jemi shumë të shpërqendruar dhe nuk dim se ku të fokusohemi, edhe pse për ju kemi shumë më të thjeshtë që të bëjmë këtë. Kemi ndikime shumë pozitive për ju për fat të mirë në lidhje me mbarimin e problemeve që mund të kemi pasur në lidhje me të ardhurat materiale të përbashkëta, sidomos ku kemi pasur mosmarrëveshje që kanë të bëjnë me ndarjen e pronave. Në qoftë se keni pasur marrë përgjigje më të themi negative, sidomos në lidhje me kredit, edhe kjo është diçka që gjatë javës në vazhdim do të fillojmë që të gjejmë disa zgjidhje. Në përgjithësi do të jenë në favorin tuaj, por kjo nuk do të thotë që do të jenë 100% ashtu, mund të ketë edhe raste që drejtësia mund të çalojë, por në përgjithësi përfundimi do të jetë pozitiv. Kemi një ndikim shumë herë më të pozitiv për këtë arsye, sepse do të ndihemi shumë më të vlerësuar dhe fjala jonë do të na dëgjohet më tepër dhe mund të jemi edhe person të cilët mund të ndryshojmë atë rrjedhën e situatave, gjë që do t'ja këshilloj që ta përdorni në mënyrë të krijoni atë harmoni që nevojitet për të rritur, duke filluar që nga dita e premte tutje kur dielli ketë kaluar tashmë pra tek shenja e dashit, duke qenë se dielli tek shenja e dashit vërtet lulëzon, dihet vërtet shumë mirë, energjia rritet, detyrimisht rritet edhe energjia juaj pak më tepër, që është një tjetër shenjë zjarri, dhe kjo do të thonë edhe mbarimin e periudhave ku kemi qenë pak a shumë në errësirë. Mbarimin e një periudhe ku nuk dinim se ku të lëviznim. Ishim shumë më tepër pesimist për këtë arsye dhe ndaj jetës, në përqendrim që kishim qenë ndaj jetës. Ndërkohë që nga dita e premte tutje vërtet do të jemi shumë më tepër pozitiv, pak më tepër që dita e diel, që është edhe dita e diellit, pra dita e drejtuesit tuaj, është dita më pozitive e javës në vazhdim. Gjithsesi derisa të arrijmë aty, këshilla ime do të ishte që duke filluar sidomos nga dita e mërkurë e tutje, të fillojmë që të ecim gradualisht drejt qëllimeve që ne kemi vënë vetes tonë, sidomos në lidhje me të ardhurat materiale dhe në lidhje me karrierën. Këtu do të kemi përkrahje vërtet shumë të madhe, do të arrijmë që të shkëlqejmë më tepër dhe nëse edhe ne ndihmojmë këtë si aspekt, detyrimisht do të kemi edhe më tepër përparime, gjë që do të thotë do të kemi edhe të ardhurat materiale shumë më të mira, sepse do të vlerësojmë më tepër, siç e thash. Dhe këto të ardhurat materiale nuk vërse vinë vetëm nga të ardhurat materiale të përbashkëta, vinë edhe nga puna që ne kemi bërë, prandaj edhe ne do të ndihemi vetëm më të vlerësuar. Si rridhoj, do të kemi edhe mundësinë që të krijojmë një ambient që është shumë më tepër harmoni. Kjo do të thotë edhe lidhje sentimentale shumë më të fuqishme, rregullimin e marrëdhënieve aktuale nëse kanë çaluar në një pikë ose në një tjetër, kemi një mirëkuptim shumë më të madh. Po në bezojmë më tepër do të ndihet nga dita e mërkurit tutje, po kjo nuk do të thonë se deri në atë ditë nuk do ta ndjejmë.
Dhe kemi edhe fillimin e një periudhe ku vërtet mund të bjem në dashuri. Kjo nuk është dashuri që thjesht do të dashurojmë me dikë, bjem më tepër në dashuri me gjithçka, pra me jetën. Rikujtojmë se cilat ishin ato gjëra që neve na bënte që të rritet zemra. Rikryhet pasione për që kemi për jetën, që është, siç e thash, ju bën më tepër optimist dhe detyrimisht ju bën edhe që të krijoni një ambient shumë më të përshtatshëm që ju të rriteni dhe që familjarët tuaj dhe njerëzit që keni rreth rrotull të rriten. Zemrëtimi të ndjen të lumtur. Shenja e Virgjëreshës, javën në vazhdim e ka me ndikime pakës të përzira. Jemi në fazën ku mund të gjejmë rrugëzidhje, por jemi shumë të shpërndar, pak më tepër që mund të jemi në një periudhë disi më të demoralizuar, sepse jemi hasur me shumë probleme. Pikat ku ne kemi pasur shumë shpresa, pra në të vërtet mund të mos kenë dalë ashtu. Mbështetja që kemi menduar se do të merrnim, ndoshta nuk e kemi gjetur. Por jemi ende në kohë që t'i rishikojmë edhe një herë ngjarjet, ashtu siç ka ndodhur vërtet, pra me një sy pak më tepër realist, sepse mund të jemi futur vërtet në një periudhë disi më pesimiste gjatë kësaj periudhe, si rrjedhë problemeve të shumta që kemi pasur, nuk është se e keni fajin, domethënë. Gjatë kësaj jave kemi mundësi në lidhje me karrierën, në lidhje me të ardhurët materiale, kemi mundësi që të kryejmë partneritete shumë më të fuqishme dhe kemi edhe mundësi që në qoftë se bëjmë disa investime të kontrolluar, një lloj siç ishte edhe javën e kaluar, të marrim dhe të ardhurë materiale vërtet shumë të mira. Por jemi shumë të shpërqendruar këtë javë, ndryshe nga çfarë ishte java tjetër, duke qenë se vazhdimisht do të na dalin përpara pengesa që ne nuk i kishim imagjinuar. Pra, sado mirë që të analizoni situatën, vërtet që mund të dalin përpara disa probleme të cilat nuk i kishin planifikuar. Për këtë arsye, do t'ju këshilloja që në qoftë se përballen me një farë vështirësie, çfarë do lloj vështirësie që të jetë kjo, do t'ju këshilloja që të drejtoheshit tek shoqëria juaj, persona normal që keni besim, sepse nuk mund të drejtohemi kudo. Këta personë do t'ju ndihmojnë që të shikoni aty ku duhet dhe që të gjeni dhe zgjidhjen shumë më thjesht. Mund të merrni të njëjtën ndihmë edhe nga familjarët tuaj, por në këto momente mund të jeni pakës më tepër dyshim pra kundrejt familjarëve. Si rrjedhoj, do të këshilloja që më tepër të drejtoheni tek shoqëria. Eksperienca e jetës dhe kjo ka një ndikim vërtet shumë të madh, por për ju vërtet që në këto momente jeni shumë pesimist dhe eksperienca e jetës mund të shpjegoj pak më tepër aty, prandaj vërtet që do të këshilloj që të merrni edhe një mendim nga jashtë, nga dikush tjetër, kushdo që të jetë ky. Një person që keni besim, pra. Në lidhje me shëndetin, gjatë gjithë javës në vazhdim do të kemi ndikime pozitive. Mund të dalin përpara persona që do të drejtojnë drejt një kure e cila deri në këto momente nuk keni përballur. Ose mund të përballeni me persona të cilët do t'ju hapin horizonte të reja, të përdorni për shembull sportin, ushqimin e të tjerë, pra mënyra të tilla më efikase që të ndryshoni komplet regjimin tuaj, në mënyrë që të keni një jetë më të shëndetshme dhe si rrjedhoj të bëjnë ta nënshkalon dhe problemet që mund të keni pasur me shëndetin deri në këtë moment. Shenja e Peshores, gjatë kësaj jave është goxha e lodhur, ka ndikime të cilat janë shumë të fuqishme dhe në përgjithësi janë shumë të lodhshme. Një hëna e rresh do të jetë tek shenja e peshqve, do të ndikojë drejt për së drejti shëndetin fizik. Pavarësisht se fal kësaj do të kemi shërime pothuajse të plota në shumë persona, nuk do të thotë që nuk është e lodhshme, duhet të jemi shumë të rregullt në këto momente, të vëmë një rend shumë të rrept. Gjëshë për shenjën e peshorës, gjatë gjithë javës në vazhdim mund të konsiderohet disi e pamundur, sepse kemi edhe këndin negativ të drejtuesit tuaj që është Venusi me Jupiterin. Duke qenë se Venusi në këto momente është e vendosur tek shenja e Dashit, ke një zjarr vërtet shumë të madh kundrejt lidhjeve, doni që gjithçka të rregulloni në moment, që mund të rezultojë e pamundur, sepse jeni shumë impulsiv edhe në ato çfarë kërkoni, po ashtu edhe nevojat tuaja mund të jenë të papërballueshme, prandaj edhe që të jeni disi më realist në përqasjen edhe ndaj jetës, po edhe ndaj partneriteteve do të jetë shumë e këshillueshme gjatë gjithë javës në vazhdim. Nëse fokusoni tek shëndeti fizik, do ta keni shumë më të thjeshtë t'i bëni ballë gjithçkaje, sepse nëse merrni gjërat një nga një, e keni shumë më të thjeshtë. Pastaj që edhe pak shumë të vini tullat njëra sipërpas tjetrës, pra. Pika ku keni shumë fat, pavarësisht se kemi një kënd negativ, është
Kariera është një rritje kolosale në këto momente për ju, duke qenë se merrni një ndihmë vërtet shumë të madhe nga sistemi, keni ide vërtet shumë geniale, mund të merrni ndihmë edhe nga bashkëpunimet, nga personat në të cilët keni bashkëpunuar edhe në të shkuarën në disa raste, dhe këto ju ndihmojnë që të ecni shumë më shpejt përpara, prandaj dhe bashkëpunimi vërtet që do t'ju këshilloj. Ju jeni persona që e keni të thjeshtë të bashkëpunoni sepse jeni persona që dini që të gjeni që të përbashkët me këto që krijoni diçka pra. Dhe është një nga karakteristikat tuaja që gjatë gjithë javës në vazhdim do të këshilloj që ta përdorni, të njëjtën empati, të njëjtën diplomaci, më të them, do të këshilloj që ta përdorni edhe për sa i përket partneriteteve. Edhe pse fillimet e reja në këto momente për ju janë shumë pozitive, do t'ju këshilloj që të vazhdoni që të prisnit datën 22 për të filluar diçka, sepse deri në atë datë të gjitha vendimet që marrim gjithsesi mund të jenë problematike sepse jemi në retrogradën e Mërkurit. Shenja e Akrepit është shumë e favorizuar në këto momente. Kemi shumë vendosje tek shenjat e ujit, sidomos tek ajo e peshqve, dhe kjo bën shenjën e Akrepit që të jetë shumë aktive, ka një imagjinat vërtet shumë të lartë dhe mbi të gjitha çdo gjë që e imagjinon ka dhe aftësinë për ta kthyer në diçka në prakticitet pra. Kemi fillimin e një jete të re shumë pozitive, ndërkohë që tek të gjitha shenjat e tjera jemi në periudhë ku është detyruar që të përzjedhet të mbajë jetën e saj gjëra që nuk e lodhin. Shenja e Akrepit tashmë nuk ka gjë në jetën e saj, si ka ngelur për fat keq që e lodhin, ose për fat të mirë në këtë rast, prandaj edhe kemi dhe aftësinë që të ndërtojmë gjithçka nga e para ashtu siç duhet. Duke qenë se kemi kreativitet vërtet shumë të lartë në këto momente, kemi edhe krijimin disa marrëdhënie vërtet shumë të fuqishme, shumë herë më të shëndetshme. Kjo do thotë që kemi hyrje në jetën tuaj edhe të disa personave që janë shumë herë më pozitiv, më të përshtatshëm për ju. Prakticiteti që keni në jetë, imagjinata që keni normale që ju ndihmojnë që të krijoni shumë më thjesht këto lloj relatash, arrin që të shikoni dhe lidhjen që kanë situatat ose gjërat me njëra tjetrën, pra shikoni ato patterns që ekzistojnë dhe kjo normalisht ju ndihmon edhe që të jeni shumë më praktik në jetën tuaj, të gjeni disa zgjidhje shumë më të thjeshta, po ashtu edhe mënyra se si e trajtoni veten tuaj, trupin tuaj është shumë më tepër në përshtatje me atë çfarë jeni, pra pak a shumë bota e brendshme ose shpirti është shumë më i përshtatshëm atë çfarë shprehni jashtë. Është në përputhje, pra dhe normalisht nuk kërson bisni kohë edhe për të treguar veten tuaj, për të shprehur idetë tuaja, sepse atë duket direkt. Po e themi në këtë mënyrë, prandaj edhe kemi dhe aftësi që bashkëpunimet të jenë shumë më tepër efikase, po ashtu ndihma që merrni nga kolegët tuaj është shumë më tepër efikase, dhe mbi të gjitha jeni shumë më të kujdesshëm edhe në mënyrën se si veproni. Për këtë arsye mund të kemi edhe një rritje shumë më të madhe në shëndet në këtë periudhë, sepse jeni shumë më të kujdesshëm për të. Kjo nuk do të thotë që gjithçka është, do të thonë, na vjen nga qielli, normalisht edhe ne duhet të bëjmë punën tonë, pra duhet vazhdojmë që të jemi të kujdesshëm edhe në lidhje me fizikun, po ashtu edhe në lidhje me çdo aktivitet që bëjmë, por e kemi shumë të thjeshtë pra, që t'i kthejmë në prakticitet gjithçka që dëshirojmë dhe imagjinojmë, dhe si rridoj kemi dhe aftësi vërtet shumë të mëdha për të kryer begati në këto momente të shenja e Akrepit. Kjo begati sa vjen edhe rritet, sidomos për sa i përket banesës shtëpisë. Kjo është diçka që do të fillojmë që ta bëjmë shumë më tepër gjatë muajit maj, po edhe në këto momente do fillojmë që ta ndjejmë gradualisht. Një ndikim i cili është shumë i fuqishëm për shenjën e Akrepit në këto momente është fillimi i periudhës ku mund të kryejnë familje. Shumë më të shëndetshme dhe që të jenë pak a shumë reflektimi drejt për drejt e asaj çfarë ju nevojitet. Në mënyrë që këto familje të ndërtohen ashtu siç duhet, normal që edhe ne duhet ta ndihmojmë. Shenja e Shijetarit. Për shenjën e Shijetarit, kjo hënëre është shumë e fuqishme. Ndikimi më i rëndësishëm që ka është mbarimi ose thyrja, më të themi, e të gjitha kushtëzimeve që ekzistojnë brenda familjes. Kjo do të thotë që marrëdhëniet të cilat kanë qenë pak a shumë të kalbër, që nuk funksiononin, që nuk dinim se si t'i çonim më tutje, nga kjo hënëre do të gjejnë rrugdalje. Kjo mund të thotë që edhe mund të mbarojnë, por në përgjithësi do të kenë një farë shërimi. Është ndikim shumë i madh pozitiv. Për këtë arsye, jemi shumë më tepër praktik tashmë në përqasjen që kemi edhe ndaj jetës, por edhe ndaj personave që kemi në jetën tonë. Prandaj edhe shenja e Shijetarit në këto momente në të vërtetë ka një rritje vërtet shumë të madhe, edhe pse kjo vjen pak a shumë me
në disa momente të vështira. Arsye që këto momente janë të vështira sepse mund të heqin nga jeta jonë dhe disa persona të cilët i kemi xhan pra, që kanë qenë në jetën tonë për një periudhë shumë të gjatë, por jemi futur në marrëdhënie në një periudhë ku mund të kemi shumë udhëtime tashmë, dhe kjo na bën vërtet shumë mirë. Do të thotë që kemi mënyrë që të argëtohemi, kemi një mënyrë që të ngrejmë moralin tonë, prandaj dhe detyrimisht na ndikon në mënyrë pozitive. Ndikimi më i fuqishëm në këto momente pozitive është sa mbarë retrograda e Jupiterit. Kjo do të thonë që marrim një ndihmë shumë më të madhe nga sistemi për të rregulluar të ardhurat tona materiale, madje kemi edhe një farë drejtësie për sa i përket gjyqjeve apo ndarjes së pronave e të tjerë, dhe kjo do të thotë që edhe ne ndihemi më mirë dhe kemi edhe aftësi që ta përdorim këto të ardhur, pra në avantazhin tonë për të ndërtuar jetën që ne dëshirojmë. Duke qenë siç e thash, marrëdhënie familjare, familja, shtëpia, gjatë gjithë kësaj jave do të kenë ndikime shumë të fuqishme. Kemi thyrjen e një rendi i cili nuk ka qenë shumë i shëndetshëm dhe fillimi i një periudhe shumë më tepër pozitive për ju. Madje mund të kemi edhe periudhën kemi futur tashmë në marrëdhënie dhe në periudhën ku mund të kemi edhe krijimin e familjes, si rredoj dhe të lindjes së fëmijëve. Shenja e Pricjapit, edhe kjo është një nga shenjat që në këto momente është në një rritje konstante, duke qenë se drejtuesi juaj tashmë është tek shenja e Dashit. Jemi më tepër kemi marrë një zjarr, pra duam që të avancojmë përpara, duam që të krijojmë një jetë që neve na shkon, që është e përshtatshme për ne. Dhe këtë në një farë mënyrë kemi një farë optimizmi që ta bëjmë. Kemi dhe përgjegjësinë e mjaftueshme për ta bërë këtë dhe mbi të gjitha, kemi dhe imagjinatën e mjaftueshme që na nevojitet. Prandaj dhe përgjegjësia, imagjinata edhe aftësia, kur bashkohen së bashku, krijojnë një individ i cili është vërtet shumë i suksesshëm në këtë moment. Për këtë arsye shenja e Pricjapit është shumë i suksesshëm. Jo vetëm në lidhje me karrierën, pra për të arritur një farë suksesi në shoqëri, por është i suksesshëm edhe në lidhje me çdo marrëdhënie që ka në jetën e tij. Kjo hënë e re në të vërtet për ju do më thënë një mënyrë e re komunikimi, një mënyrë e re se si i përqaseni botës, se si lejoni njerëzit në të njëjtën kohë të t'ju afrohen dhe të komunikojnë me ju. Farë kësaj, kemi dhe aftësinë që ta përdorim këtë komunikim për të shëruar plagët aty ku ne kemi krijuar në të shkuarën, ose për të krijuar lidhje shumë më të shëndetshme. Në këto momente kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm për sa i përket lidhjeve afatgjata, sepse jeni në fazën ku mund të gjeni personin tuaj të jetës, keni një aftësi vërtet shumë të madhe për ta bërë këtë, pak më tepër që kemi edhe një kënd pozitiv gjatë hënës së re, i cili do të thotë edhe një fat vërtet shumë më pikërisht në këtë aspekt, edhe në lidhje me njohje të reja, po edhe në lidhje për të perceptuar se cilat janë personat që i kemi në aktualisht që janë të përshtatshëm për ne. Në përgjithësi janë në lidhje me martesat, por mund të thotë edhe partneritete biznesit, të cilat na sjellin të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Duke qenë se në këto momente shenja e Pricjapit vërtet që ka një rritje kolosale. Pothuajse në çdo aspekt, mjafton që të mundoni që të bëni gjërat një nga një në mënyrë që të mos humbisni kohë, duke munduar që të bëni gjitha gjërat një, sepse ashtu vërtet që gjithmonë humbasim kohë. Shenja e Ujorit, në këto momente shenja e Ujorit ka dy ndikime që janë shumë të fuqishme. Një, forcimi i marrëdhënieve familjare dhe e dyta, krijimi i burimeve të ardhurave materiale vërtet shumë herë më të mëdha se që ka pasur deri në këto momente. Investimet të kontrolluara ose më themi të marrëveshje të kontrolluara vazhdojnë që të jenë të këshillueshme, jo siç ishin dhe javën e kaluar. Madje që sa javë mund të perceptojmë se ku kemi pasur pengesa dhe të rishikojmë edhe ose të rikthejmë edhe një herë disa mundësi që nuk kemi ditur se si t'i gjenim zgjidhje, dhe fare kësaj të kemi edhe të ardhur materiale shumë më të mira tashmë. Vlerësimi është shumë herë më i shëndetshëm në këto momente, është fiks në të. Prandaj dhe çdo gjë që fusim në jetën tonë ose që mbajmë në jetën tonë është shumë më e përshtatshme për ne, është shumë më e shëndetshme për ne. Siç e thash, kemi ndryshime
të dinamikave brenda familjes, duke i përkthyer ato në marrëdhënie shumë më të shëndetshme, shumë më të dobishme për ne, të cilat na mbështesin edhe në momente kur është e nevojshme, mund të bëjmë moral vërtet shumë i madh pra. Dhe kjo na ndihmon që të ecim dhe të avancojmë vërtet shumë në jetën tonë. Duke qenë se ju jeni një shenjë shumë largpamëse, vërtet që në këto momente do t'ju këshilloj të përdorni këtë karakteristikën tuaj për të parë se cila është jeta që dëshironi dhe cilat janë rrugët që duhet të ndiqni, duke qenë se në këto momente kjo si aftësi ose si karakteristikë është vërtet shumë herë më e zmadhuar. Në lidhje me bashkëpunimet, kjo është një nga momentet më pozitive, sepse të gjitha bashkëpunimet në këto momente janë shumë frytëdhënëse, sidomos ato që i bëni me kolegët tuaj ose me persona që dikur keni qenë bashkë brenda të një kolektiv ose ndoshta edhe në të njëjtën shkollë. Me këta persona e keni më të thjeshtë të gjeni gjuhë të përbashkët në këto momente. Në mënyrë se si komunikoni, vetëm do t'i këshilloj që t'jeni disi më të kontrolluar, sepse mund të thonin në disa raste fjalën e fundit në fillim. Kjo nuk do të thënë se do t'ju prish punë, por thjesht mund ta zgjasë atë si periudhë, pra, që të marrëveshje. Ndërkohë që nëse jeni më të kontrolluar në atë çfarë thoni, detyrimisht mund të merrni vesh më thjesht dhe të keni dhe fitime të menjëhershme pra. Filloni të fitoni më shpejt. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit, ju jeni një nga shenjat që vërtet ka çlirime shumë më të mëdha, sidomos për personat që kanë pasur dhimbje të vazhdueshme në trupin e tyre. Kjo në përgjithësi, pavarësisht se ku mund të keni pasur këto dhimbje, mund të kanë qenë nga sistemi nervor, sepse deri në këto momente ka qenë një trysni shumë e madhe në këtë pikë. Dhe para se puna kapre, se ku e jep në trupin tonë, aty ku e kemi disi më të ndjeshme, ndërkohë që kjo javë, sidomos pas anës së re, do të thënë çlirimin e dukshëm të kësaj tematike, prandaj edhe nga ana fizike do të ndjeni shumë më mirë. Urime. Shenja e peshqve. Për shenjën e peshqve është një periudhë sa pozitive, po aq edhe e lodhshme. Është e lodhshme sepse kemi një rritje në çdo aspekt, është pak a shumë po zeroheni në të gjitha nivelet, prandaj dhe kjo do të thonë në disa momente edhe dhimbje të rritjes pra. Dhe duke qenë se është edhe një farë shpërqendrimi, sepse nuk dini se ku të fokusoheni, kjo do thotë që disa mundësi mund të mos i kapni. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që gjatë javës në vazhdim të bëni një plan. Se cilat janë gjërat më të rëndësishme, të fokusoheni aty dhe t'i merrni me gradë, pra, cila është më e rëndësishme, e para, e dyta, e treta, pak a shumë, dhe t'i bëni në atë radhitje në mënyrë që t'jeni më tepër efikas. Nëse bëni këtë, në të vërtet kemi mundësi vërtet shumë të mëdha që të rriteni. Duke filluar nga dita e premte e tutje, nga bazit e ditës së premte më të themi, duke qenë se edhe dielli do të ketë kaluar tashmë tek shenja e dashit dhe do të jetë në takim edhe me drejtuesin tuaj, do të kemi një fokusim shumë më të madh në krijimin e një begatie ose të ardhur materiale të mira. Fokusimi më i madh do të jetë këtu. Dhe në qoftë se ju e ndihmoni këtë aspekt jetës tuaj, pra filloni që të bëni disa investime në këtë aspekt. Këtu bëj fjalë më tepër për investimin e kohës, pra që të kaloni më tepër kohë për të zgjidhur problemet ose pengesat që keni pasur deri në këtë moment në lidhje me këto tematika. Do ta keni shumë të thjeshtë duke filluar nga dita e premte tutje që të merrni të ardhur materiale më të mira. Kemi ndikime shumë më të fuqishme duke filluar nga dita e martë e tutje, duke qenë se hëna do të jetë i vendosur tek shenja juaj. Kjo do më thënë që pavarësisht pesimizmit që mund të ndjeni në momentet të caktuara, arrini që të shikoni dritën në fund të tunelit, prandaj dhe keni dhe më tepër aftësi që të gjeni zgjidhje pothuajse të gjitha problemeve. Siç e thash, jeni duke u zgjuar në çdo aspekt të jetës, një ndër ndikimet më të fuqishme madje në këto momente është zgjerimi i rrethit shoqëror dhe zgjerimi i vetë ne si individ dhe fillojmë që të krijojmë edhe vendin për personin e jetës tonë. Sidomos persona që nuk kanë pasur një lidhje për një periudhë shumë të gjatë, mund ta ndjejnë vërtet shumë të nevojshme në këto momente që të jenë më tepër social, që të fillojnë që të shikojnë dhe person. Pak a shumë automatikisht fillojmë që të shikojmë të gjithë personat që kemi rreth rreth dhe me atë sy që a është apo s'është i përshtatshëm ky individ për mua. Kjo është diçka pozitive, por gjithsesi do t'ju këshilloj pas datës 22, sepse deri në atë datë Mërkuri është në retrograd dhe është i vendosur, ose më themi, ky retrograd është tek shenja juaj, prandaj dhe jeni më të hapur se të gjitha shenjat e tjera për të manipuluar veten tuaj dhe për të bërë zgjedhje të gabuara, sidomos për përsëris në qoftë se
keni një periudhë shumë të gjatë që nuk keni në një lidhje. Edhe për ju kemi një rritje kolosale në karrierë, sepse kjo është vërtet një periudhë ku mund të krijojmë burime të reja për të ardhur materiale, prandaj të këshilloj që ta përdorim. Përtej kësaj, ju jeni dhe shenja më e prekur nga ky ndikimi që kemi këto momente që ndihemi para rëndese, sepse ju e ndjeni shumë më tepër këtë lidhjen që kemi me ndërgjegjjen kolektive. Jeni për këtë arsye dhe një nga shenjat që mund të ketë ëndra shumë më të gjalla dhe që ju bën dhe pak të lodhur dhe në jetën e përditshme, prandaj edhe për ju do t'ju këshilloja që të bëni më tepër të opozim, qënëse pak më tepër dielli gjatë gjithë kësaj jave do të ketë një kënd pozitiv me Uranin që është i vendosur tek shenja e Demit, që është në shenjë toke. Këto ishin të gjitha ndikimet që kemi tek të gjitha shenjat. Për të gjitha ata që nuk mundën që ta ndiqni, mund ta ndiqni nesër nga kanali im YouTube, do të jetë gati. Ndërkohë nëse keni pyetje të tjera përveç këtyre që unë jap tek lidhjet e mia drejt për drejtë apo tek videot që vë tek kanali im YouTube ose tek postimet e shumta që bëj tek të gjitha platformat e mia, mund të më drejtoheni nga WhatsApp-i im duke më shkruar për të prenotuar konsultën tuaj personale gjatë të cilës ju jap përgjigje pyetjeve që ju keni. Pra, shihemi përsëri ditën e hënë dhe ditën e hënë do të bëj lidhjen tjetër për drejtë me pyetje përgjigje. Për të gjithë ata që do të marrin pjesë, do të jetë në orën 19. Faleminderit. Pafshim.